Unë do ftoj personazh tani se ka ardhur me nipshën e vogël, një histori e rrallë pa parë. Ai do ulet atje do dëgjoj, s'kem mbaruar bashk. Do dëgjoj atje se ka nipin 2 vjeç dhe po mos e fut tani nipi ka rrezik fl. Unë vdes për fytyn e vegjit. Folet vi. Po, ai do vi, është i ftuar i tjetër, nuk ka lidhje fare me ty. Është një histori e rrallë, zonja Zotrinj. Është e pa imagjinueshme se si edhe sot në vitin 2015, ku kanë kaluar sa i bie 60 sa vjet nga lufta e dytë botërore. Ka njerëz që vazhdojnë akoma të kenë respekt për Führerin, për Hitlerin. Ai vjen sonte këtu në fakt, sepse nipi i tij, i cili tashmë është 2 vjeç, ka kaluar 2 operacione, ka lindur me një sëmundje shumë të keqe, dhe vetëm në sajt fytyrës së gjyshit të tij, njeriu do vi tani në studio, nipi i tij bëri 2 operacione falas në Austri, kur e pa mjeku gjyshin e tij, njeriu do vi tani, dhe kur e pa që ishte sozia e Hitlerit, i tha, ty zotri do ndihmoj, nipi jo do bëhet 2 operacione. E pa pare pa dëgjuar. Në Austri, kujdes. Ftën në studio sozin e Hitlerit. Shko Gjagjeri janë? Ferit si e? Si jeni? Për një publik që nuk e njeh Feritin se kush është zonja Zotrinj, është sozia e Hitlerit, ju e shikoni, është vërtet sozia e Hitlerit, ka një jetë të tërë që është kështu, tani nuk punon më, ka punuar në ushtri, sonte ka ardhur me nipin e tij që quhet Ilves. Ilves, historinë tënde të dhimbshme, por dhe shumë interesante, do ma tregosh pas pak. Sapo të mbaroj me Bleonën, Bleona do të dëgjoj me shumë vëmendje. Është kënaqësia ime. Të falenderoj që më erdhe. U falenderoj ju dhe televizionin Klan. Më lejon besoj të t'i quaj Führer apo Hitler? Po. Ha? Po. Urdhë. Pa pas pak do mini vesh të reja të fundit, si ka mundësi që mund ndodhi histori të tilla edhe në 2015. Hitler, rimin mbrëma. Hitler, po. Emri i vërtet tëndi është Dimitraq, i pagëzuar në Greqi, po në fakt emri jot i vërtet para pagëzimit është Ferit, mbi emri Selimi. Unë do të kujtoj një publik të tërë që nuk e ka parë ndonjëherë dhe shef sonte për herë të parë. Sozia e Hitlerit, zonja Zotrinj, Ferit Selimi, emri i tij i vërtet, ose Dimitraq, emri i pagëzimit, Bleona. Hitleri, sozia e tij, ka ardhur në emision 2 herë të tjera përpara, dhe Ledio, për një publik të shushatur që nuk mban mend, ose për ata që vinë për herë të parë dhe e shohin Hitlerin, ka përgatitur një sinkron të vogël fare. Shikoni, thjesht për krijuar një ide se kush është sozia e Hitlerit. Ja shikoni. Ftoj studio Adolf Hitlerin! Hitler, Himmler, Rudolf, Auschwitz, München, Stuttgart, Goebbels. Herr Führer! Ju jeni të sonte sepse ne kemi marrë shkas nga një libër që ka dalë më në fund dhe në Shqip, Mein Kampf. Një libër që ka shkruar vetë Hitleri. Kur morë vesh që ka dalë libri i Hitlerit në treg, u gëzove apo jo, cila ishte gjësia e parë? Me thënë drejt u gëzova. Po edhe në kohën e Enverit ke qenë i tillë apo jo? Po i tillë. Nuk ka pasur asnjë problem, nuk e pa asnjë presion për shkakun që janë këto. Kam patur presion. Nga kush? Historikisht ka mbi 30 vjet që më thresin Hitler. Hitler. Bravo, si është për të kujtuar? Sozia e Hitlerit, zonja Zotrinj. Më autorizon të i thras thjesht Hitler. Historia në fakt jote Hitler është fare e thjesht. Ti e këtu sonte për herë të tretë në këtë emision. Bleona pranoi me qejf të dëgjoj historinë tënde, është një histori e rrallë. Unë ja thash para se të vije. Unë bëj problem me pak fjalë. Ti e këtu sonte për t'i thënë gjithë shqiptarëve dhe për të ndarë me ta qoftë një gëzim, qoftë një hidhërim, po më shumë gëzim është, sepse nipi jot i cili mund të vi prapë 2 minuta këtu nëse nuk ka zënë gjumi, iku. Okej, erdhi me nipin Hitleri pak më parë, për ata që e kanë parë, që është 2 vjeç dhe që quhet Ilves. Pra i bie ti djali i djalit tënd. Po. Sot është 2 vjeç, ka pasur një histori, një sëmundje shumë të keqe. Gjithë familja u tmerrua, ju panikos, një panik i papar, thamë mos na iku nipi. E more nipin, e çova në Austri, po e them pak fjalë, atje takove në një spital në Austri, në një klinik, mjeku ose kirurgu që takove, ose drejtori më Jo, ka ardhur në Shqipëri, doktori austriak ka erdhi në Shqipëri, prandaj nëse do më lejosh, ta përmbledh unë. Ajo që unë do thoshe është kjo, vetëm në mjet fytyrës tënde, pra vetëm se je sozia e Hitlerit,
nipi jotë sot është akoma gjallë. Është e vërtet. Tani fol ti se unë po dëgjoj. Mirë mbrema njërë publikun, mirë mbrema zotërian dhe televizioni Klan. Nëse do të më lejosh nga ana shpirtërore, duhet të bëj 2-3 përshëndetje, pastaj fillojmë historikun. Unë kam frikë se s'kemi kohë për përshëndetje. 2 minuta. Okej. Përshëndetje e parë është personalisht në emër tim të familjes, të miqve të nusës dhe të miqve të djalit tim, është për ju. Sepse kontributi juaj për reklamën që i keni bërë fytyrës trupit tim, beri atë që nipi im u operua në Austri pa lek. 2 herë brenda vitit, me një operim shumë të vështirë në diagnozë palatoksis, ose në gjuhë popullore, buzë dhe qelzë prerë. Buzë dhe qelzë prerë. Buzë dhe qelzë të prerë. Një sekundë. Mund të shikoni dhe në fotografi. Këto janë fotot, po. Ja i sekundë. Mbaja ashtu mos i lëviz lutem Hitler. Dhe më thëmë, kur thua, kishte buzën të prerë. Dhe qelzën të prerë. Edhe qelzën brënda. Po. Lindi këshu? Lindi këshu. Dhe ju të meruat. Të merri i vërtet. Të merri jetës time kanë qenë lindja e djalit tim, dhe gëzimi i madh jetës time është sjellja që nipi ishte mirë, sepse e pam. Po, është. Sigurisht. Pra, operacioni u bë falas. U bë falas 2 herë. Mua u bë shumë qefi që nipi është mirë. Ajo që na intereson të gjithëve në këto momente, sepse shqyr Zotit kjo pjesë kaloi, shqyr. Tani, ç'është kjo histori që një austriak, i cili është shumë afër gjerman. Ja, këtë desha tregoj, po të bëj dhe një falënderim tjetër. Jepi. Falënderimi i dytë është për kryetarin e shoqatës, ose koordinatorën e shoqatës shqiptare me qendër në Tiranë, Pëllum Brushën, i cili kontriboi shumë për të lidhur me shoqatën kryesore që ishtë në linjë të Austrisë, që quhej Alianca Fylkinder, me koordinatore kosovare zonjë Fatime Brakaj. Historia e vërtetë është kjo. Vjen doktori austriak në tetor të 2013-ës. Sa po kishte lindur nipi? Sa po kishte lindur me 6 gusht 2013-ës. Më lajmërojnë mua dhe thash çfarë të kem. Mbasi trokitar shumë institucione shqiptare, shtetërore dhe private, dhe nuk u hapën dyert, nuk u ndihmova as në anë ekonomike, në anë morale, mendova thash filloj dhe i bëra pyetje vetvetes, kush jam unë? A do të hap një luftë me vetveten? Dhe fillova të hap luftë vetvetes. A do fitoj gjë apo jo, o vdekje o liri? Për të shpëtuar nipin? Për të shpëtuar nipin. Basi krijova variantin që u lidha me këtë shoqatën, vjen doktori austriak. Mbrapa Ministrisë Kulturës, merr një zyrë me qira, dhe ishin 3-4 personel me koordinatorin shqiptar. Kaloj këto detaje. Takohesh me austriakun? Takoj me austriakun. E përshëndes austriakun, thau, a ju ngeli shtangu në vend. Hitleri tha është gjallë? Mos ja fut kot. Për Zotin, këto janë të vërteta. Hitleri është gjallë, tha? Unë, sikur u lirova kur... Se ti nuk e prisje që e të regotesh? Nuk e prisje. Mos ofendohesh, jo është kënaqësi, thash, unë jam, i thash, është e vërtet. Ule nipin tuaj këtu, tha. Qarë të kanë thënë në Shqipëri, tha, të mos zjatemi shumë. E pa nipi që ishte me... Po. E mbazje vizitoj me personelin që isha atje, vendosi, tha, nipi jot, tha, do operojt në Austri, tha, pa lek, tha. Vetëm sepse ti... Vetëm sepse ju i një sozije Hitlerit. Falenderit, jashtëzakonisht, i tha shumë. Shumë falenderit, nuk e prisë këta. Po sa vjeç ishte Qarë të kanë thënë në Shqipëri? 3 muajsh. Sa vjeç ishte ky doktori? 55 vjeç. Se nuk e pyeta, pa aktualisht aty ish, 55 vjeç. Pra ju që ditaj shumë që ju shfaq Hitleri përballë? Po, dhe në e përkthente kë koordinatori, s'ka i les, s'ka mashtrim, s'ka gënjeshtra. Tha, ju, Hitleri është gjallë, dhe direkt e uli aty. Unë prisje që të shkoni në Austri këta dhe të miratoj. A ju i tha, kolegut tja, miratoj që sot, i tha. I dhe në kompjuter, i tha, miratoj, operim do operojt në Austri, tha, 2 herë, njërë në moshën 6 muaj, njërë në moshën 1 vit. Përfundimisht, u realizua kjo, sepse këtu në Shqipëri më thanë 4 seanca operimi nga mosha 6 muaj deri në moshën 10 vjeç. Kurse në Austri përfundimisht e operuan 2 herë. Dhe djali ka mbaruar... Dhe operoi falas? Falas. Dhe kjo vetëm në sajt fytyrës tënde? Vetëm në sajt të parën të reklamës që keni bërë ju dhe televizionit. Jo, tani mos exagjero. Shiko, austriaku nuk ka para misionin tim tani, mos exagjero. Nuk e di. Jo, pra. Tani ju gjok, të lutem shumë, mua më bëhet qefi kur Bleona më thot që të dua. Dakord,
Edhe nga ty mbet qefi kur ti thua për shumë që ka parë emisionin. Austriaku nuk di gjë që ti ke dalë në emision, ai ka parë Hitlerin të ty. Ndoshta Taj të lutem. Taj të lutem. Tek mua, po edhe Jo, ndoshta si ka të ty, parë. absolutisht jo. Po të njëjtën gjë më tha dhe konsulli i ambasadës austriake, se kam Që shkuar është në për Shqipëri. garancie, që është në Shqipëri. Po rregull pra, po. Dakor, po mos e fut emisionin tim fare. Ti nuk ka nevojë të vish në emision që dikush të shohë dhe të thotë wow Hitleri. Ata e thonë të gjithë. Atëre? Ata e thonë të gjithë. Atëre pyetja ime, pyetja që shtroj reklama pas juaj më beri më të... Pyetja që unë do shtroj pas pak, dhe këtu Bleona jam kurioz ta di, si ka mundësi që ka akoma njerëz, aq tepër austriak, dhe njerëz të rëndësishëm, doktora i tjetër kirurg e tjetër, ky tjetër konsul, që vazhdojnë të adhurojnë Hitlerin. Këtë njeri që ka vrarë miliona njerëz, pyeta, vazhdojnë të adhurojnë. Për mua është realisht fakt shumë i dhimbshëm dhe është i trishtueshme sepse një mjek duhet të ndihmojë dikë tjetër sepse është mjek dhe është human dhe nuk mund të ndihmosh dikë vetëm që dikush duket si një person që ka vrarë me mira njerëz. Për mua është absolutisht e papranueshme si fakt. A më kupton? Po nga e bëri? Shpresoj shumë që doktorët e kanë ndihmuar sepse nipi jot është një Po jo, pra jo. qenie njerëzore Po dhe jo mi meriton Bleona. të ndihmohet. Bleona leve se janë fjalë përgjithshme. Njerëzore, po, por u bëri përshtypje edhe fytyra ime. Po mos ishte ky si Hitleri. Si fakt. Për mua është e trishtueshëm. Unë nuk mund të adhuroj edhe pra e kupton një person që ka vrarë njerëz. Kjo është le monde à l'envers, kjo është bota e përmysur. Absolutisht e papranueshme. Një sekond. Keq kuptuam. Ai nuk ai tha si fytyrë që e beri. Unë mendoj që ai nuk ka doktorët në ndihmuar. Austri- Kjo shoqata është me 10 shqiptarë që kanë ndihmuar. Pse ta bëri falas? Falas janë verë të gjithë shqiptarët që kanë shkuar atje. Apo mos ma humbe fabulën atëre. Atëre pas kanë ndihmuar sepse je sozi i Hitlerit. Ata janë nuk më human, pengoj, mjekët janë njerëz sa ju më human. tërgoj. Ti thua që nuk e pengoj, pra ai mund të pengonte. Absolutisht, e kam miratuar direkt në vend aprovimin e djalit tim për të shkuar në Pa Austrië. thellë ti thua që ky doktor Ky doktor e për adhuron mua Hitlerin. ngelet miku mi i shtrenjtë. e adhuron Hitlerin në Po. fakt. Po le të Nuk besoj që ka pasur lidhje me Hitlerin, ai është një njeri human që ndihmon një qenie tjetër njerëzore sepse është detyra e tij si mjek për ta tash bërë. konsidon fytyra ime, unë nuk po them Tani se tani Bleona respekton dhe do Hitlerin. Shise një gjë. Bleona kur hyri Hitleri ti ngele kështu kur e pe apo jo? Të pash ju Jo, habite pa. absolutisht ka një ngjashmëri, po Të pa. është historia e atij personi është e E kupton apo jo sa qesharake është jeta. Se duket e dhimbshëm, por qesharake, mjafton të kesh një fytyrë si Hitleri dhe papritur paf, të hapin gjithë dyert. Kjo është fakt dhe faktet nuk mohonin zotëria. Je i madh shumë. Unë uroj shumë fat në jetën tënde. Shumë. Ere vjo! Universiteti Europian i Tiranës u bë 10 vjet, një diplomë e njohur në një universitet të njohur, i rrit shanset e tua që akoma në dilem ku të shkoj. Në një treg pune gjithnjë dhe më shumë konkurrues. Regjistrohu tani në UET. Është gjithdekën ku duash, po ekonomik, informatik, juridik, shkenca sociale, edukim. UET në vitin e tij të 10 akordon bursë ekselence për 100 nga 1000 maturantët më të mirë të maturës shtetërore. Mbajmë mend bursë ekselence. Bursë, shkosh pa para, po do të jesh shumë mirë. 100 nga 1000 nga matura shtetërore. Po vjen një epokë e re. Bugatti na kujton UET-ja, ej. Ne rikthehemi pas pak. Vjen në studio Ari Qili, i cili sonte sigurisht nuk vjen për UET-n edhe pse është bashkëthemelues i këtij universiteti, po vjen për të kriptuar aktualitetin politik të javës. Edhe personazhe të tjerë të artit dhe kulturës së Shqipërisë, por sigurisht do vazhdoj edhe pak minuta me Hitlerin në studio historinë e tij të pazakontë. I jepet ajo mos u largoni. Hitleri Qili, që ti ndoshta e ke parë në emisionin e Shumë se kudo ka ke zonë e lirë, pastaj. Hitleri Qili erdhi sot dhe unë tani që mos e lof më se i bëri falenderimet apo jo Hitleri. Jo, një kryesore se kam bërë. Se ke bërë. Jo. Atëre bëj edhe këtë dhe pastaj do të flasi pak Qilin dhe Gjergjin dhe Nëse ka mundësi ta fiksoni edhe me e ka kamerë. bledja po. Jo andej këtu kamera, po. Një falënderim të veçantë, A? i cili më ka ndajtur pranë, si para operimit e mbas operimit, diaspora kosovare, i quajtur Afrim Ajredini, me zonjën e tij Sakibe Ajredini. Këta janë falenderoj, njerëzit më të mirë të diasporës shqiptare, babai i diasporës shqiptare dhe miku mi shtrejti imi ngelet kjo familje. Bravo. Që kanë mbajtur mbi 72 ditë nipin tim në listë Austrisë. Në listë Austrisë. Po. Dhe Qili, historia është në fakt sa e thjesht, aq edhe
aq vjet çuditshme, nipi Hitleri që është sot 2 vjeç, i cili ka lindur me një sëmundje të keqe, me buzë të prerë dhe me qiellës të prerë. Palatoksis në gjuhë shkencore. Palatoksis në gjuhë shkencore. U operua 2 herë falas nga një kirurg austriak, vetëm sepse ai takoi Hitlerin dhe u mahnit dhe i tha ti je Hitleri. Tani që unë jam shumë kurios ta di ç'është kjo histori, që sot aq tepër austriak, ai arriti dhe e bëri se thoshte tha hapur të gjë ndërkohë do të kishte frikë çili. Nuk ka ti frikë. Ç'është ky fenomen? Është si një fenomen kulturor tashmë. Nuk ka më të njëjtën domethënie si Ndërkohë është befasues. Në Evropën e ekstremeve nuk është që po shkon, nuk është çudi të tilla reminiscenca, të tilla jehona. Kështu që nuk më duket. Ti imagjinoje për shkakun që mjafton të kesh ti je sozia i deri dhe të sputosh nipin? Ka gjithmonë një arsye, çdo arsye është e mirë për të bërë një bamirësi ose për të bërë një akt human, kështu që pra nipi shpëtoi në sajt fytyrës së Hitlerit. E këtu unë desha ta theksoj. A? Është lajm. Është lajm. Është e vërtet, fakt. Unë të falenderoj jashmase Ferit që më erdhe në studio. Faleminderit dhe ju. Falenderoj shumë. Rrite pak me mua, s'ta them diçka para se ti ikësh. Darien, para se ti ikim, ne që ndonjë me Führerin, unë ka përgatit një intervistë, ju kujtoj të gjithëve që intervista ime me sozinë e Hitlerit që kam në studio zonja Zotrinj, me Hitlerin le ta themi, Hitlerin shqiptar, me origjinë nga Kolonja, mund ta shikoni pas pak orësh këtu në Klan në ritransmetim. Ju kujtoj të gjithëve që ky zotëri me këtë fytyrë që trëm shumë njerëz në këtë botë, arriti që të shpëtoi nipin e vet, i cili tashmë është 2 vjeç, para 2 vjetësh apo jo. Nipi vet lindi me një sëmundje të tmerrshme, që në gjuhën popullore quhet buzë prerë dhe qiellës prerë, ose palatoksis në gjuhën shkencore. Pas shumë përpjekjeve, gjyshi vet, Hitleri që kam në studio, i terrorizuas bashku me gjithë familjen e djalit, sidomos prindrit e jema. Sigurisht, arrin që të kontaktoj me një kirurg austriak, i cili erdhi në Shqipëri në një shoqate, dhe kirurgu austriak sapo pa Hitlerin ton, shtangu dhe në vend që të friksohej i tha, po ju jeni vet ai, ju jeni vet Führeri, i tha. Kjo që shans. Ky që shans i madh. Po çfarë shans do thonë ju? Jo se s'mund të operoj, më kupton. Ai mund të operoj. Kjo që për forcim. Kjo ishte se thuash, ajo pika që... Për forcim dhe mos vonesë. Pika që e shtoi, kjo ishte pika, kjo ishte se thuash shansi tamam, që i dha mundësi. Që më liroj nga streset, nga brenga e madhe që më 2 operacione falas në Austri, apo jo? Po, 2 operacione falas brenda vitit. Një kohë, kur në Shqipëri më thanë 4 seanca operimi, deri në moshën 10 vjet. Ky i shleu, vetëm në një operacion zbukurimi mund të ketë më vonë, po s'ka nevojë se ju e pat. Erdi me nipin Hitleri këtu në studio, pak më parë, 2 vjeç, nuk dukej asgjë. Kjo është ajo shëndetësia falas. Jo, nuk ka lidhje me këto. Jo, domethënë falas, po në Austri. Nuk e di, unë di që ai u maknit ose u surprizua nga shpira ati. Unë nuk kam shpezuar asnjë qindark. Pra, fabula cila është që edhe me një fytyrën e një kriminali të njohur, dhe ndoshta kriminali më të madh të gjitha kohërave, i cili ka vrarë njerëz pafajshëm, si Adolf Hitleri, sot me atë fytyrë papritur mund të shpëtojë një fëmijë. Kjo është çudi e madhe për të ftovan në studio. Kjo është jep dot asnjë shpjegim. Kjo është le monde à l'envers, që bota e përmbysur është një gjë pa parë, mrekullueshme. Ndërkohë do të kujtoj të gjithë fansat e tu, Führer, ku mund të gjejnë tani se ti ke punuar deri para kohësh në ushtri, në Zalherm duket, ke qenë kapter atje. Tani si e mëtë, ka njëshur nga puna, apo dole në pension? Një vit. Dole në pension? Në një asistencë që nuk logaritet. Po vazhdojnë me lek nga shteti? Një asistenca që logaritet është mos përfilëse. Cili është apeli ju e sot për... Apeli im pavarësisht se kam ikur nga ushtria, kënaqësia ime me madhe jetësime është që ika me nder. Dhe do të thosh një, simboli kombit për një shtet ngelet ushtria. Unika për le të shkojnë në ushtri. Adolf Hitleri me dialekt kolonial, blak është një perle papar. Unë kam ikur nga ushtria, por kur të mos e qëndor nga simboli kombit. Për mua, ushtria është simboli kombit. Një shtet që s'ka ushtri nuk e shtet. Po tani ç'bën gjithë ditën, Adolf? Po përpiqem të shikoj variante. Mbijeton? Mbijetoj. Do të gjithje për Adolfin tone.
Jam. Dhe intervista me humor, sigurisht në të titull, mos keq kuptoni, quhet thjesht SOS Hitler. Përgjigje ti e di, Führer, vetëm me një fjalë, po ose jo. Ata Hitler, a mund të shpëtoj parlamentin shqiptar nga dekriminalizimi? Po. Po. Hitler, si mund të shpëtojnë burgjet nga të mjerët që nuk kanë paguar energjinë elektrike? Fatkeqësi. Hitler, si mund të ndihmoj emigrantët shqiptar të nisin një jetë të re në Gjermani, duke i shpëtuar dëbimit të Merkelit apo më keq akoma të krematorëmit tuaj? I shpëtojmë me rritjen ekonomike në vendin tonë. Hitler, si mund të ndihmoje Erion Velin të mbante higjienën poshtë urave të kryeqytetit si manjak pastërtie që jeni, sepse Hitleri dihet që ka qenë manjak pastërtie. Shumë. Përveç rregullit asgjë tjetër. E dajakër pasera. Me dajak duhet. A, Führer? Duhet dajak. Führer, si mund t'i shpëtoj spektatorët e teatrit, si mund t'i shpëtoj e ti pra Führer, spektatorët e teatrit nga era e qofteve dhe birave të pedonalia? O bëhet nami, nuk bëhet do teatr fare atje plak, se ka një muzikë të smeshme dhe zhurë. Me të mbyllur në për lokale që nuk... Do e mbyllur, po? Të teatrit. Po në teatri, buzë teatrit zmajet lokali. Duhet heqër pra qofte dhe bira, thonë dhe zhurma, po. Pra është pro teatrit Führeri, jo, sigurisht. Pro teatrit. Duhet heqër atje, të qoftet e kanë mendin e qoftet, për të mërë qoftet. Të merë, edhe zhurme të mërshme. Führer, a mund t'i shpëtoj e ti punimet e piktorit në Gjermani, pra të Edi Ramës Gjermani, nga kritikat dashakeqëse, edhe pse ti vetë Führer ke qenë i dështuar si piktor? Nuk mund të shpëtonje. Nuk e shpëton do të? Jo. Führer, a mund të shpëtoj nga mjerimi gocën e piktorit Brisej Dashejajn, drejtoreshën e tatimeve, edhe pse ti vetë Führer nuk ke pasur marrëdhënie të mira me femrat? Nuk kam patur shumë të mira me femrat. Jo ti si Ferit, Führeri, ai. A i vërteti? Po i vërteti se di, po unë kam shumë marrëdhënie të mira. Jo, më thënë, ka pasur edhe, me sa kam studiuar, ka pasur edhe i shumë marrëdhënie të mira, por nuk donin makina e propagandës, Goebbels e tjerë që t'jepnin imazhin e një Führeri që dashuronte një femër që mund kishte një ka që manipulimi i gjithi. Po, edhe dilte gjithmonë i izoluar. Po, pra, dilte si i frustruar seksual, që s'kishte marrëdhënie tjetër. Dilte se një person... Në fakt i thua që nuk ka qenë ashtu Darian. Apo nuk i kujtonin asnjëherë ditëlindjen. E qartë. Si të tjerëve, kështu që. Führer, dhe e fundit fare, si e parashikon të artën e piktorit, duke qenë një fan si fiksuar pas astrologjisë dhe influencës, së supozuar të hyjeve në karrierën politike? Ka qenë i Führeri, kështu ka qenë. Unë jam për shtet juridik, por të barabartë për të gjithë. Për shtet juridik, e them, të barabartë, nëse filloj tashi me taksat me të gjithë, jo 5 të mbledhë, 2 të lërë. Të gjithë, thodi? Të gjithë, jam për shtet juridik. Nëse u bie kokëve të gjithë, do të falenderoj. A të ngjason pak ky kryeministri shqiptar në këtë moment e Führer? A duhet si po bën pak si ty, po? Führer, kujdes si Hitleri. S'ka arsye të me dorë të fortë, ose me dorë të fortë, po për rregull. Për rregull le të verë, për të gjithë rregull. Ashtu bëri dhe ai Führeri, për të gjithë bëri rregull. Inshallah. E ka mesazhin. Unë dua shtet juridik, personalisht vetë. Kështu mbaron dhe ky emision për sonte, pyeta. Ne sonte në studio sozia e Adolf Hitlerit erdhi të regoj historinë e tij të pasakont, si e shpëtoi MIP-in vetëm në sa ka papar. Me ne sonte në studio Bleona Qereti. Bleona Qereti për e të parë në këtë studio. Me njerë pasi më tha idiot të fevës do të mërkurën, erdhi dhe u sqaruam. As një qef mbetje, gjithçka është virtuale, jemi në ekran. Me ne sonte në studio, Enri Qiri, zoja zotri. Enri Qiri, politolog, gazetar, analist, bashkëthemelues i UET-s, që po bën 10 vjetorin këtë vit, erdhi dhe hodhi dritë
mbi situatën politike, ngjarjet, rrethanat, dhe kur do hymë në një epokë të re politike në s'do hymë, nga pranvera që vjen. Surpriza priten, deri tani krisma nuk ka. Me ne sonte në studio Jonathan Gurfinkel, një regjisor izraelit për filmin e tij te Akademia Marubi, e festivali filmit ndërkombëtar për drejtat e njeriut. Një film rreth seksit të adoleshentëve dhe deviancat e tyre që quhet Six Act, 6 aktet. Me ne sonte në studio Gjergj Prevazi, Larisa Bizer dhe Jesko Çolish për shfaqjen e tyre në teatrin kombëtar të martë të mërkurë në orën 8 darkës. Mos a humbisni. Duke menduar Medean, Thinking About Medea, me ne sonte në studio Darien Levani për librin e tij më të ri roman Doppio Gjashta. Ja u rekomandoj, e gjeni në gjitha librarit, jo vetëm Tiranës, nga botimet Pegi. Tani po ju lë në shoqërinë e Xhanex ose Jane Kumrijes, një artiste jo si tjera. Bashkë takohemi pas pak orësh në Klan, tani në orën 11 të paraditjes. Deri atëre, mirupafshim Talk Show.